mos votoni një vot për pashligjin shqiptar, sepse keni tradhtuar gjakun, sakrificën e tyre. Edi Rama nuk ka asgjë shqiptare. Edi Rama u ndry 3 muaj pa dalë para si gazetari dhe kërkonte t'u mashtronte ju. Bufi, kneta, zhapit, hardhucat, qyryk, e tjerë. Kërkonte që ato të zeza që u ka bërë ju. Kërkonte që ato të zeza që u ka bërë ju, ti mbuloj si okatar, ti mbuloj me banalitete, ti mbuloj me talje, po këtë talta, a i talë të qytetarin, organizon të mbledhje, e kam thënë dhe dje, më rikujtojnë ato takimet e viteve 50, miqtë e mi, kur Fronti Demokratik organizon të mbledhje veças me burrat, veças me gratë.